Po, në fakt kemi përsëri praninë e sëmundjes murtajës së të imtave, do më thënë të deleve dhive, është prezent në qarkun e Shkodrës, gjithashtu me sa kemi një informacion është edhe prezent në pjesën në rajonin e Burrelit, në rrethin e Burrelit, në 2 tufa. Natyrisht këtë sëmundje që është një sëmundje shumë ngjitëse, shumë infektive, është sëmundje virale, ka një përhapje të menjëhershme, të vrullshme. E kemi pas prezent në Shqipëri edhe vitin e kaluar për gjatë verës e 2025-ës, natyrisht me masat e marra u bë izolimi dhe eliminimi i vatrave dhe i kafshëve të infektuara. Natyrisht edhe si vjetë në këtë vit është bërë në këto fermat cilësh është konfirmuar me analiza laboratorike prania e kësaj sëmundje, është bërë eliminimi i kafshëve të prekura. Gjithashtu, janë marrë edhe masat e nevojshme që konsistojnë në atë që çfartuhet si dominohet një sëmundje e tillë infektive që do thot me izolimin e fermës, vendosjen në karantinë të zonës, si dhe në kufizimin e lëvizjes së kafshëve që është një kryesor në përhapjen e sëmundjeve. Gjithashtu edhe tregjet që normalisht kanë një rol vendimtar në përhapjen e sëmundjes së tillë. Natyrisht masat duhet të jenë të vazhdueshme në mënyrë që të dominohet si sëmundje.